përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vijim për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Dy partitë e mëdha po përmbyllin sot listat e kandidatëve për deputet, ndërsa në mesnatë përfundon afati për dorëzimin e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partia Socialiste mbledh në mbrëmje kryesin për të vullosur emrat e kandidatëve, çfarë po ndodh në Selin Roza ka emrat konfirmuar kandidatësh, unë do të lidhem në këto momente me Greta Bullarin. Përshëndetje Greta, cilat janë informacionet që kemi deri më tani nga Celia e Partisë Socialiste? Rovena, të përshëndes. Në fakt, me afrimin e orëve, patjetër që edhe ethet e rikandidimit, por dhe të rikandidimit këtu në Selin Rozë shtohet nga ana e deputetëve aktual, por edhe figurave të reja të cilat pritet t'i bashkohen skuadrës socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në orën 14:30 pritet që kryeministri Edi Rama, njëherë si edhe kryetari i Partisë Socialiste, të zhvilloj takime të ndara me drejtuesit politik të qarqeve për të formalizuar, po themi, apo për të vendosur edhe mbi listat përfundimtare të cilave do t'i propozohen mëtej kryesisë së Partisë Socialiste pas ditën e sotme për të zyrtarizuar në këtë mënyrë edhe skuadrën me të cilën do të shkohet drejt 11 majit. Ajo çfarë mund të themi me siguri është sa i përket disa prej emrave të cilat do të jenë pjesë e listës së mbyllur të Partisë Socialiste, duke nisur pikë së pari me drejtuesit politik të qarqeve. Janë 10 drejtues politik të qarqeve të cilët do të jenë në pjesë të listave të mbyllura, më konkretisht Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali në qarkun e Tiranës, Belinda Balluku në qarkun e Fierit, Bledi Çuçi në Vlorë, Mirela Kumbaro në Gjirokastër, Niko Peleshi në Korçë, Arbian Mazniku do të kryesojë listën e Elbasanit, Ulsi Manja në Lezhë, Blendi Klosi në Dibër dhe Eduard Shalci në qarkun e Kukësit. Më duhet të theksoj se këtyre listës së sigurt pritet t'i shtohen edhe ministrat e kabinetit qeveritar, të cilët nuk kanë një mandat deputeti, duke ju referuar në këtë mënyrë edhe deklaratave të mëhershme të kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë, risi po themi në këto zgjedhje që tashmë janë edhe të konfirmuara, duke marrë parasysh se 3 kryebashkiakët të cilët do t'i bashkohen Partisë Socialiste në 11 maj tashmë kanë zyrtarizuar edhe dorëheqjet e tyre nga detyrat. Më konkretisht bëhet fjalë për kryebashkiakun e Matit Agron Malaj, kryebashkiakun e Tepelenës Tërmet Peçi, gjithashtu edhe kryebashkiakun e Beratit Ervin Demo. Mund të themi me siguri në fakt, Rovena, se pjesë e listave të Partisë Socialiste do të ketë edhe përfaqësues nga diaspora. Janë në fakt disa emra të cilat po diskutohen edhe në Këshillin për diasporën dhe pritet që të zyrtarizohen në fillim. Megjithatë, të paktën referuar informacioneve që kemi, na është komunikuar se do të pritet të jenë pjesë e listave edhe disa emra potencial nga diaspora. Vetë kryeministri Edi Rama ka deklaruar më herët se pjesa më e madhe e listës së mbyllur do të jetë pikërisht nga figura të reja të kësaj force politike. Burrat e Partisë Socialiste do duhet të përballen në listë të hapur. Deri në këto momente kemi vetëm rastin e zotit Petro Koçi, i cili ka njoftuar dorëheqjen nga gara. Të paktën deri në këto momente nuk kemi sinjale për të tjerë, po themi, figura të vjetra të Partisë Socialiste, të cilët mund të deklarojnë, po themi, daljen apo tërheqjen nga gara apo jo. Megjithatë, do duhet presim në orët në vijim edhe kur të nisin, po themi, edhe takimet e kryeministrit Edi Rama me drejtuesit politik të qarqeve, lidhur me dinamikat që këto takime do të përcjellin, edhe pse më duhet theksuar se të paktën deri më tani listat e Partisë Socialiste kanë qenë mjaft hermetike, jo vetëm drejtuesit politik të qarqeve, por dhe eksponentë të tjerë të kësaj force politike, ndërkohë që nuk përjashtohen, po themi, edhe surprizat e minutës së fundit, të cilat duhet thënë, jo në pak raste kryeministri Edi Rama ka zgjedhur, po themi, të ketë edhe emra surprizë, po themi, në listat e Partisë Socialiste. Do të mbetet për të parë, unë të falenderoj shumë Greta Bullari për raportimin.
Ne do të ndalemi tani tek një nga emrat për cilën raportuam së bashku me kolegen, e duket se synimi Agron Malajt për të kandiduar për deputet është parë me shqetësim nga familja Alex Nikës, një prej viktimave të 21 janarit. Xhaxhai Nikës në një mesazh për emisionin Real Story tha se do të jetë gabim nëse Partia Socialiste përfshi në lista ish komandantin e grupit të zjarrit më 21 janar. Por Blendi Klosi tha se vendimin e merr Kryesia Socialiste, ndërsa Partia Socialiste ka kërkuar nga SPAK të zbardhë këtë krim shtetëror. Përfshirja Agron Malajt në listat e socialistëve për zgjedhjet duket se ka krijuar pakënaqësi në radhët e familjarëve të viktimave të 21 janarit. Mark Nika, xhaxhai Alex Nikës, i vrarë më 21 janar, ka dërguar një mesazh gjatë transmetimit të emisionit Real Story, ku i kërkon gazetarit Sokol Balla ta pyes në studio sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi nëse Agron Malaj, ish komandanti i grupit të zjarrit më 21 janar, do kandidoj për deputet të Partisë Socialiste më 11 maj. Xhaxhai Alex Nikës thekson se nëse kjo gjë është e vërtet, atëherë Partia Socialiste ka gabuar me këtë zgjedhje. Kam një mesazh nga Mark Nika, që është daja i xhaxhai Alex Nikës, vrarë në 21 janar 2011. Me mbroma Sokol, mundësisht nëse mund ta pyesë zoti Klosi, a është e vërtetë se Agron Malaj, ish komandanti i grupit zjarrit 21 janar, është kandidat për deputet Partisë Socialiste? Nëse po, thuajini se ka gabuar. Në përgjigjen e tij, Blendi Klosi tha se Partia Socialiste ka kërkuar që SPAK të zbardhë krimin shtetëror të 21 janarit, ndërsa për Malajn, nëse do të jetë apo jo pjesë e listës, Klosi tha se vendimi nga kryesia merret të mërkurën. Agron Malaj është kryetari i Bashkisë Burrelit, që ka dhënë dorëheqjen sot. Dyer nga populli e atij i asaj krajinës Matit, ka kërkuar kandidimin dhe ka dhënë sot dorëheqjen se do të marrë vendim kryesia. Është një nga ata djemt që ka qenë në 21 janar, për cilat ai ka dhënë dëshmitë e tjera, ka qenë një nga më të akuzuarit e Sali Berishës në 21 janar, për t'ia hedhur fajin se të gjithë ne që ishim në 21 janar së bashku me të ndjerin dhe së bashku me familjarët e ndjerit, ishim në atë, le të themi, të akuzuar, jo e mbani mend ditën e parë se si u ngret të gjithë akuzat që ka ardhur vrasja jo nga urdhri Sali Berishës, po nga vetë të majtët, dhe Agroni ishte një nga ata që u akuzua. Prandaj ka një histori për cilën ai ka dëshmuar, ka dhënë dëshmitë e tij në organet e drejtësisë. Unë e kuptoj natyrisht edhe familjarët edhe shqetësimin e tyre, po për këtë është një nga kërkesat tona zbardhja e 21 janarit, dhe tani me sa duket organet e drejtësisë rreth SPAK-u, mbase edhe provat e reja që ka marrë, po bën një vlerësim të fundëm. Edhe në Selim Blu janë orët e fundit para zyrtarizimit të emrave të kandidatëve për deputet. Koalicionit të Berishës i ka ikur një nga partitë Aleanca Maqedonase, ndërsa Berisha po vë në lista besnikët, militantët dhe më agresivët. Andon Kello ndodhet në selin e Partisë Demokratike, unë do t'jem në këto momente me të në lidhje të drejt për drejt. Andon, të përshëndet, cilat janë informacionet e fundit që vijnë nga opozita? Kanë mbetur vetëm 3 orë nga mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, ku do të diskutohen për herë të parë listat e kandidatëve për deputet. Bien sy fakti se zoti Berisha ka vendosur të afrojë me një orë mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Është e konfirmuar se tashmë ajo do të mblidhet në orën 16, ishte programuar në orën 17. Dhe me sa duket brenda 3 orësh do të kemi të paktën një projekcion të listave të Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Dua të theksoj se në zyrën e zotit Berisha takimet e sotshme kanë qenë të panumërta. Së fundmi në zyrën e tij është futur drejtuesi politik i qarkut Durrësit Oer Bylykbashi për t'i vendosur vulën listës emrave për një nga qarqet më të rëndësishme, Durrësi. Ndërsa i fundit ka qenë aleati Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, i cili ende edhe në këto momente po diskutohet mes listës së mbyllur të Tiranës apo të Fierit, po edhe listën e hapur, ku ai pretendon paktën 4 kandidat për deputet. Por tashmë syt të gjitha janë tek mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, ku do të hidhen të gjithë emrat për shqyrtim, 186 emra që zoti Berisha dhe drejtuesit e tij politik, por edhe aleatët kanë thurur me njëri tjetrin, dhe në fakt lista po vijon të thuret për kombinacionet, qoftë në listë mbyllur, qoftë në listë të hapur. Do të jetë mbledhja e kryesisë që do të jap, le ta themi, miratimin e parë, dhe më pas do të mblidhet edhe Këshilli Kombëtar në orën 19, edhe apritet të jetë një mbledhje
goxha e gjatë dhe në fund do të ketë një votim nga 300 anëtarë të Këshillit Kombëtar, emër për listat e mbyllura dhe për listat e hapura. Afati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është deri në mesnat dhe do të presim se kur Partia Demokratike do të dorëzoj këto lista, tradicionalisht në fakt ka qenë mesnata, madje duke e thyer ndonjëherë edhe afatin si në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2021, megjithatë jemi në pritje aktualisht takimet vijojnë, janë takime intensive, qoftë me aleat, qoftë me drejtues politik. E qartë, Andon, duaj që ndalemi së bashku edhe tek largimi një prej partive që përbënte pjesë në koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore, konkretisht Aleanca Maqedonase, ka bërë me dije se do të largohet nga ky koalicion. Kemi të dhëna çfarë ka ndodhur në këtë pikë? Aleanca Maqedonase për Integrimin Europian ka kërkuar përfaqësim lokal në koalicionin e udhëhequr nga Partia Demokratike, kryesisht në qarkun e Korçës dhe në qarkun e Kukësit apo të Dibrës, ku pretendohet një minoritet nga ana e tyre. Vetë kryetari Vasil Seriovski në një prononcim për ABC News deklaroi se i ka kërkuar zotit Berisha dhe Partisë Demokratike kandidimin e tij në listat e hapura të qarkut të Korçës. I është refuzuar, më pas ka kërkuar një vend tjetër në një qark tjetër, edhe kjo i është refuzuar, pra ka qenë në një koalicion ku nuk i garantoi përfaqësimi qoftë me një kandidat për deputet në listat e hapura dhe pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe pas negociatave, ai ka vendosur që të çregjistrojë partinë e tij nga koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Nga 26 aleat, tashmë kjo aleancë do të përbëhet nga 25 aleat me udhëheqëse Partinë Demokratike. Faleminderit Andon Kello për raportimin dhe për detajet që ndave me ne. Mirë, ne do të vjojmë të diskutojmë për të njëjtën çështje, konkretisht për projekcionet e mundshme të dyja kampeve politike, të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, teksa numërimi mbrapsht tani më ka nisur. Kam kënaqësinë që me mua në studio të jetë zoti Ilir Demalia. Përshëndetje, faleminderit zoti Demalia që bashkoheni me ne. Komentin e parë në fakt e dua për mendësinë. Ne nuk i kemi ende të dhënat, pavarësisht se disa emra kanë rrjedhur tani më në media, por për ta marrë me atë marzhin e gabimit, dua të kuptoj si keni parë në këto prag zgjedhjesh mënyrën e ndërtimit të listave të kandidatëve për deputet. Tani, nga t'ja fillojmë, nga Partia Socialiste, mua veprimi që i bëri Rama, në atë që kush ka qenë deputet një herë, dalin listat të hapura, më duket shumë i drejtë. Sepse në qosë se ti ke qenë një mandat, e ke marrë këtë privilegj, për ato kualitete që është menduar, për atë karizëm që ke, për atë cilësi politike që ke, dhe ti do të rrish gjithmonë listat sigurta, unë them kjo është e pa drejtë. Dhe ky, tamam si ato trajnerët në sport, po futbollistat të rinë listat, një kandidat të rinë në listat për sigurta, dhe po i sjell këto poshtë listat hapura, fundja fundit luftoni, mblidhen dhe vota, e keni pas një shans këtë herë, tash duhet ta kenë tjerët. Dhe kjo mendoj që do t'i bëjë mirë Partisë Socialiste edhe për një grumbullim më shumë vota, sepse është ndryshe kur je i sigurt edhe është ndryshe kur ti duhet luftosh për të ardhur deputet. Ajo që nuk kuptoj unë, që kjo është edhe ke Partia Demokratike, hatërmbetja e njerëzve që nuk futën listë sigurt. Po janë njerëz që mendojnë që kanë kontribute në parti edhe po kontributet parti nuk jipen privilegj, kjo është privilegj. Domthon kur janë kaq sigurt që kanë kontribute në parti, pse nuk futen në betejë? Po të kemi një sistem magjoritar ballë për ballë, që unë për atë jam. Përse si do t'ja bëjmë këtë? Pra këto i dinë dobësitë e veta dhe i dinë që nuk marrin vota, këta njerëz, dhe duan të futen në listën e sigurt për kontributet që kanë, po themi. Por kushdo ka kontribute në jetë, sin sport, sin politik, për një ditë vjetë, duhet largohesh, hap rrugën zoti. Për të kalu ke Partia Demokratike... Ju është një vendim të drejtë, po unë dua të kuptoj, po i rrezikshëm, sa ju duket? I rrezikshëm për çfarë? Për faktin se mund shkohet me emra të rinj në zgjedhje që ndoshta nuk njeh shumë. Partia Socialiste ka sigurt fitoren. Kjo nuk diskutohet. Prandaj se Rama nuk është aq i cekët sa që të bëj veprime të tilla nëse do ta ndjente që është shumë e afërt
Ajo, atë e ka sigurt Rama, me gjithë këto traumat që i ka ndodhë, arrestimeve lijet e tjera dhe percepcioni për korupcionit, gjitha e në vjen, që ka për balë. Dhe plus që ka edhe shantazhe, ka struktura që e ka një projekcion të qartë se sa mund shkoj, dhe nuk rezikon a i deri këto. A i do të rigeneroj partinë edhe ka një të drejtë edhe për këtë percepcioni që flasim, për korupcionin që është kriju, për njerëz që janë me problemet ndryshme, ndaç lidhja me krimin e kujtun, do të krijoj një komplet dhe duhet ta krijoj një komplet ekip të ri që paktën moralisht dhe në kualitetet të jenë ndryshe. Mos jenë emra se këta është gjithë klasa politike jona, ne e dim si është përfol këtu. Po flasim percepcioni dhe them gjithmonë që të jetë 10% e vërtet ajo që ka përflitet është mjaft për të largu këto njerëz. Ne ndalemi te opozita, në fakt, ka shumë për të folur edhe atje, duke patur parasysh se fillimisht u premtua se e gjithë lista do të ishte prodhim i procesit primareve. Duke në fakt se të paktën deri më tani nuk ka asnjë reflektim. A kanë turp këto të opozitës që ta deklarojnë procesin e primareve si një proces demokratik, kur ai proces është rrëzuar komplet në tokë, me çka po ndodh dhe dihe që do të ndodhte kështu, se Berisha gjithmonë lun për të mobilizu njerëzit dhe pastaj kur nuk i duhen më i hap te. Pra, ku është integriteti, personaliteti dhe fundja fundit kërkesa e llogarisë për liderin e saj, Sali Berisha, kur thot organizon gjë ato primare, harxhime, drejtje, ku të diun, aty ai që deli fundit, si që është rasti asaj garës me 35 vota dhe tashti e kalon në vend dytë, ky me listë sigurt, dhe ka fut në dëshpërim, tashti sa kisha një informacion nga Kavaja, që Kavaja ka dali, ka thonë që ti po bën këte, ne të dha mirë bashkin, a i Kavajës ka dali në kryt me listat e sigurta për ato vota që kam letë, ky e ka heq, pra do të dëshpëroj njerëz, dhe është vetëm hapi parë, shif hapin e dyti kur dali lista, e hapi tretë kur mos fitojnë ato që janë listat hapura. Mos lasim për vjedhjet, mas taj futi dhe i 200 që, futi dhe i 300 që ke kutia me pare, si që është rasti i këti deputetit PD-s Balliut. Pra gjitha këto të regojnë që është një maskarad dhe nuk ka asë gjë demokratike dhe kjo parti nuk ka pas, unë e përsëris vazhdimisht dhe bilet është bo se me thonë, kjo parti nuk ka pas asë një moment funksion demokratik qështë se e shkriju, ditën që e shkriju. Kjo parti ka lujt me makinacione, me pushtetin e një njeriut, kjo është Sali Berisha, dhe ka SHPK vetën. Nuk ka struktura, nuk ka asë gjë. Ka një Berish, ato që i rrinë mrapa besnik, ku nuk i duhen mo i hudh në kanal, ato që i rrinë besnik dhe i duhen, këto të fortit e këto që kryen neverike njerëzit, ndash për mënyrën e sjelljes, ndash për kualitetin, ndash për qytetarin që kanë, si Flamunoka e Corporation, dhe kjo parti është rrugë të tregon gjendja, të tregon pollët se si është. Emrat në fakt, tek Partia Demokratike kemi disi më të qartë. Tashti, Jorita, si do të marri vota këtu në Tiranë, kur Jorita Tabakun, që ishte në listë sigurt, qytetare Dem Babadem e Tiranës, dhe kjo e çon në listat e hapura. Dhe nënë, si do t'i marri votat këtu në Tiranë, me që do t'i marri, me çun e Fariut? Që se voton njëri, pavarësisht në primaret, si që bo primaret që kjo e mërë i vetë, ashtu është dhe primarja e vjedhive që janë bo mrena kuti. Pra, nuk ka kjo parti asë një gjë që të rrish dhe mendosh një moment, ore, pritë se ndosh ta më lëkundin. Për kundrazit, të kryojnë, në gjdo hap që i bëjnë, kryojnë më shumë në veri. Dhe nuk po e them nga vetja, harroje mu, po e shof bisedat e Tiranës, e tiranësve, që po bisedoj për ditë. Për qatë duhet votojmë, jo po Edi Rama, mund t'i thush që ka korupcion, po më ka, po ky pronat jo, këte jo, na shkataroj këte, na boni këte, boni 97-ën, boni Vrasën Bulevard, boni këte, dëmën, është ka që ngarkum ky vetë, dhe kjo parti sa që më mirë thuhet vazhdojt me një projekt me gjitha këto defekte që ka dhe të meta, Tirana sigurisht është më e mirë se që ka qenë Kotë Saliut, ka më mirë qënje pavarësisht se ne themi, është varfëri ka ku do
në botë pjesë të varfra, ka stresat mesme, kriza ekonomike të ashtë ku do në botë, pavarësisht se si themi ne, po ka pas edhe korupcion, edhe trafiqe, edhe gjithë. Kjo është Shqipëria. Nuk mund mendojmë që do të hecim në një proces si Zvicra, kur kemi dalë nga një sistem feudal, komunist, një monster, dhe na drejtoi për 25 vjet, për akoma në politikë është një Sali Berisha që është tipik komunist, dëmballa e fundit e komunizmit në Europë, themon. E kuptova. Pra, të gjitha këto bashkë të binë atë pikë që njerëzit që do të jenë indiferent janë indiferent, kanë kontingentet e veta, njerëzit që kanë një arsye, do ta pranojnë që kjo është vazhdimësia, pikë mbaroj. Ky është projekcioni juaj edhe një lloj parashikimi, nëse mund ta quajmë kështu, edhe në kuadër të rezultatit zgjedhjeve, me një opozitë që nuk pranohet? Po, nuk pranohet. Nuk pranohet. Unë them sikur Partia Demokratike të marri 40 vota do të jetë sukses i madh. Mendoj 40 mandate po thoni. 40 mandate, s'thash 40 vota. 40 mandate. Mendoj që në anën tjetër me çpas dhe këto pull, megjithëse këto nuk tregojnë gjithçka, por edhe nga dëshpërimi që ka njerëzit me dy forcat politike mund të rriten këto partitë e vogla, siç është rasti i Llapat, dhe mirë është do të rriten këto që të futen një 10 deputet nga këto të rejat, po nuk është vetëm Llapaj, është me Shabanin edhe kush ishte tjetër, tjerat janë kot me 1%, me 2%. Partia e Lulbashës, partia Saliut, që ala Lulbasha, 10 vjet kryetar partije, ka qenë qeverisja, e pesa e kishe përqindjen? 1%, 1.2%. Domthon, qa mund të mendosh, si që ka prodhu kjo parti, të kesh qenë kryetar partije dhe nuk jenë gjendje të marrësh as 5% në pollet dhe do të shofësh, rrezika as vetën e vet nuk e qit deputet. Mirë, duket se mesata në fakt do t'i gjejë të zyrtarizuar edhe listat me emrat përfundimtar të kandidatëve për deputet. Prisni, domethënë, cilat janë surprizat që prisni, qoftë tek Partia Socialiste, qoftë tek Partia Demokratike, dhe një koment edhe për Ilir Metën, që mori një vendim për dalë në listë të hapur. Po, të shi Ilir Meta do të dalin listë të hapur se s'ka, e di, e pa dhe përqindje sa ishe, 0.8% sa ishe, as 1%, duket. Se ajo parti ka pas forcë ose ka egzistu në bas të korupcionit që ka pas, do në parave që janë dhe në bas të skemave elektorale. Ajo kur nuk ka qenë një parti, edhe atëherë që mori 12 vjetë, sa mori 12 vetë, duket, 14 vjetë sa ishin, i mori si shkak i skemas elektorale. Dhe ajo që është tjetra, Partia Demokratike nuk ka fitu kur vetëm si parti, përveç zgjedhjeve të 92, dhe atëherë ka pas koalicion duket. Kurse në anën tjetër, ky që po del vetën ka një lloj sigurie dhe nuk do ta përzi pushtetin, domethënë kanë mend bëj agjendën e vet që ka. Plus që mendoj marrëdhëniet ndërkombëtare i ka ngritur stekën dhe ka marrëdhënie të mira dhe e vlerësojnë, por në anën tjetër unë mendoj që kemi një element që duhet të parë me kujdes që shërbimet e huaja të fqinjve tanë nuk i intereson që Rama të forcohet deri në atë pikë sa që të ketë 95 mandata dhe të bëjë ndryshime kushtetuese. Kush janë shërbimet? Kush janë shërbimet? Shërbimet inteligjente, kush janë? Janë shërbimet serbe, shërbimet greke, maqedonse, edhe Italia për problemet e veta politike që ka bërë si që bëjë majta me... Kur kjo pretendohet që është e majtë, për arsye që ka me kryeministrin e Italisë, marrëdhëniet e Rama, çfarë po bëjnë dhe çfarë për të gjitha këto dhe ka dhëna dhe këtu është fatkeqësia e madhe ku është shërbimi kombëtar. Ku është shërbimi kombëtar, se ka mos tym pasaj që mund të ketë segmente dhe ke drejtësia, ke spaku. E kuptova. Ajo do të mbetet për të parë ndoshta pas zgjedhjeve. Pikpyetje gjithmonë. Nëse do të ketë që Berisha ka segmentet e tij ke spaku, kjo nuk diskutohet, se nuk ka mundësi që para se të bëhet gjyqi, del i merr Berisha informacionet e dosjeve, i hedh media dhe bëhet gjyqi media para se më u bën gjykat. Kjo nuk ndodh ku në botë. E kuptova. Mirë, unë ju falenderoj shumë, zotit Emalia. Ju falenderit unë. Falenderit. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me një zhvillim të minutës së fundit. Jam Ermal Vion për të raportuar lidhur me një vendim të marrë nga gjykata e posaçme, e cila ka vendosur dënimin me 35 vite burg për Jemin Sherën. Apo jo Ermal, përshëndetje, cilat janë informacionet që kemi?
Po është gjykata e posaçme që ka dënuar me 35 vite heqje lirie Jemin Sherrën, të dyshuar si një nga organizatorët e vrasjes së Behar Sofis, ngjarje kjo e ndodhur në shkurt të vitit 2021 këtu në kryeqytet. Jemin Sherra në fakt është dënuar në mungesë pasi prej momenti që është shpallur në kërkim nuk është bërë mundur gjetja e tij dhe policia nuk ka bërë ende të mundur arrestimin e këtij të fundit. Nga ana tjetër, për të njëjtën ngjarje, më herët prokuria e posaçme ka kërkuar dënime për disa persona të cilët janë dënuar më pas nga gjykata e posaçme, të cilët dyshohen se janë organizuar pra nëpërmjet Jemin Sherrës si një grup i strukturuar kriminal për të kryer ekzekutimin. Kështu më herët është dënuar me 30 vite heqje lirie Bujar Leza, Leonard Gjigja, Skënder Vathi dhe Giuliano Visha, ndërsa Ernet Shyti, i cili edhe ka bashkëpunuar me drejtsinë për të treguar gjithë mekanizmin e ngjarjes, ku rezulton në fakt se është dhe personi që ka qelluar për vdekje në drejtim të Behar Sofis, është dënuar me 7 vite heqje lirie, kjo për shkak edhe të bashkëpunimit. Në atë kohë në fakt Ernet Shyti ka treguar se është paguar apo do të paguajë 50 milion lekë për të kryer ekzekutimin, shumë të cilin ai nuk e mori, ndërsa më pas tregoi edhe personat të cilët i kërkuan vrasjen e Behar Sofis, mes të cilëve rezultonte edhe Jemin Sherra si person që të ketë organizuar grupin kriminal për të kryer ekzekutimin e Sofis në shkurt të vitit 2021 pranë piramidës në kryeqytet. Faleminderit Ermal Via për raportimin. Papunësia në Shqipëri vijon trendin rënë. Sipas Instat, në fund të vitit kaluar, papunësia arriti në 8.8%. Sektorët që dhanë dhe kontributin kryesor janë shërbimet dhe industria. I papunësisë në vend ka pësuar ulje në fund të vitit të kaluar duke zbritur në nivele 1 shifrore. Drejtoresha Instat, Elsa Dhuli, deklaroi se nga analizimi të dhënave ka rezultuar se papunësia ka zbritur në nivelin 8.8% në fund të vitit 2024, duke pësuar një ulje vjetore me 0.8%. Ky është një tregues shumë optimist, i cili konfirmon ecurim pozitive të ekonomisë në vend. Ndikim kryesor në rritjen e personave të punësuar në Shqipëri ka dhënë sektori shërbimeve që lidhet me turizmin, por edhe industria. Nga të dhënat e Instat rezulton se niveli i punësimit në vend është rreth 13% më i lartë për burrat në krahasim me gratë. Sipas rezultateve, në tremujorin e 4 2024, shkalla e punësimit për popullsim 15-64 vjeç është 68.3%, duke shënuar një rritje vjetore me 1.6 pikë dhe një rënje tremujore me 0.8 pikë. Shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri në tremujorin e 4 2024 për popullsim 15 vjeç e lartë është 8.8%, duke shënuar një ulje vjetore me 0.8 pikë dhe një rritje tremujore me 0.7 pikë. Të tre sektorët kanë ndikuar, industria, bujqësia dhe shërbimet, por fokusi kryesor ka qenë tek shërbimet. Po ashtu, sipas të dhënave të Instat, edhe paga mesatare mujore bruto gjatë tremujorit të 4 të vitit 2024 arriti në 83.401 lek, duke pësuar një rritje me 11.2%, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Por edhe gjatë kësaj kohe, shteti ka rezultuar me rritjen më të fortë të pagave, duke prekur nivelin e mbi 100.000 lekëve në muaj. Edhe në privat ka pasur një rritje të nivelit të pagave, por përsëri mbetet shumë më poshtë në krahasim me shtetin. Do të ndalemi tani me një zhvillim të minutës së fundit sa i takon listave të kandidatëve për deputet. Kësaj here tek opozita, tek Partia Demokratike, është deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula, i cili ka patur një reagim të ashpër sa i takon asaj që ai ka mësuar në fakt se nuk do të jetë pjesë e listave të kandidatëve. Unë lidhem me njëherë me Andon Kellon për të kuptuar më shumë. Andon, të përshëndet, çfarë ka ndodhur me deputetin e Partisë Demokratike Dashnor Sula? Është një reagim i beft nga deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula, i cili thekson se është njoftuar zyrtarisht nga Selia Blu se nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, për një arsye të vetme, sepse ka mbështetur prokurorinë e posaçme antikorrupsion dhe drejtësinë e re.
Po ashtu Dashnor Sula ka akuzuar edhe kupolin e Partisë Demokratike, e cila është në përfundim të artimit të listave, po ashtu edhe procesin e primareve. Po për të kuptuar më shumë, duhet të shohim vetë reagimin e zotit Sula, i cili e nis në fakt postimin e tij në rrjetet sociale me titullin "Listë fituese apo listë për një përfitues". Partia Demokratike ka hyrë në fazën finale të listës për betejën e 11 majit, por a do respektojnë kriteret e statutit Partisë Demokratike? Thekson se është një ndër më të votuarit nga deputetët në zgjedhjet e vitit 2021, më i votuari në primaret e Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit dhe vijon me faktin se është njoftuar se nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve, pra qoftë listës së mbyllur, qoftë listës së hapur të Partisë Demokratike, për shkak se me sa duket sipas Sulës, kriteri i cili e djeg është mbështetja ndaj prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Në këtë vazhd, zoti Sula thekson se për asnjë moment gjatë kësaj legjislature nuk kam vënë në dyshim vetëm një gjë: mbështetjen time në çdo dalje në foltoren e parlamentit të strukturave të reformës në drejtësi. Kam besuar dhe besoj dhe vazhdoj të besoj se ato po vazhdojnë të bëjnë një shërbim të madh këtij vendi. Kanë futur në burg njerëz me pushtet që pak vite më para s'mund të mendoheshin se do ishin në këtë situatë. Por mbyllja në fakt paralajmëron edhe diçka tjetër brenda Partisë Demokratike. Zoti Sula paralajmëron se votat e tij në qarkun e Elbasanit nuk mund t'i kalojnë Partisë Demokratike nëse Partia Demokratike zgjedh një kandidat jo të duhur. Dhe ai thekson: "Në fund kam dhe një mesazh për ata që janë ngujuar në kull e po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që do të futet në atë listë të mbyllur mund t'i gëzoj votat e demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cërikut, Belshit dhe të Gramshit. Keq më vjen, por nuk i keni bërë mirë llogarit." Është zëri, le ta themi tani, më i rëndësishëm, por edhe më akuzues sa i përket hartimit të listave në Partinë Demokratike. Andon, ishte e papritur kjo? Para mbledhjes së Ishte e papritur apo edhe në projeksionet edhe ndoshta në burimet e tua pritej që zoti Sula mos të ishte pjesë e listës? Edhe në këtë kuadër dua të pyes, a mund të kemi edhe të tjerë? Zoti Sula ka qenë kundër primareve të Partisë Demokratike, e ka shprehur këtë publikisht, por edhe në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, madje ka qenë edhe kundër listave të mbyllura në parlament. I vetmi deputet i cili ka votuar kundër marrëveshjes mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për të mbyllur listat në 1/3 dhe për të hapur në 2/3. Dashnor Sula ka kërkuar lista të hapura 100%. Po ashtu ka qenë edhe kundër primareve, pavarësisht se në primaret e Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit ka rezultuar si më i votuari në rang qarku. Po ashtu në vitin 2021 ka qenë ndër deputetët më të votuar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, por kujtojmë në vitin 2021 Dashnor Sula ishte ndër të parët të cilët mbështeti përjashtimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke u rreshtuar krah zotit Basha. Më pas ka kaluar te grupi i Bardhit dhe në fund pas zgjedhjeve lokale të 14 maj të vitit 2023, zoti Sula ishte ndër të parët deputet të zotit Bardhi, i cili shkoi pranë zotit Berisha. Një tjetër qëndrim që e thekson e vetë Sula është fakti se zoti Sula nuk e ka mbështetur zotin Berisha në përballjen e tij ndaj drejtësisë, apo të ketë mbështetur një plan për shkrirjen e SPAK, apo të ketë sulmuar prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Një ndër të paktë deputet, cilët po ashtu nuk ka protestuar para prokurorisë posaçme antikorrupsion. E kuptova. Faleminderit Andon Kello për raportimin. Ftoj të ndihni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Të njëjtën TikTok mbyllet për të gjithë territorin shqiptar. Autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike kërkon nga kompania e internetit marrjen e masave të nevojshme për bllokimin e aksesit në platformë dhe në infrastrukturën e tij digjitale në territorin shqiptar. Javën e kaluar qeveria minatoi vendimin për mbylljen e TikTok për një vit, kohë për marrjen e masave në bashkërendim me kompaninë. Vendimi erdhi pas konsultimit me prindër dhe mësues. Në 13 mars, TikTok do të mbyllet për të gjithë territorin shqiptar. Autoriteti Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka kërkuar zyrtarisht bllokimin e aksesit të kësaj platforme, bazuar në urdhrin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike.
Në dokumentin zyrtar të këtij institucioni theksohet se në datën 13 mars duhet të mbyllet aksesi IP-ve dhe domejneve që lidhen me TikTok, ndërsa me anë të një emaili i dërguar subjekteve që ofrojnë shërbime interneti, u është kërkuar që të merren masa për bllokimin e aksesit të TikTok. Secili sipërmarrës duhet të paraqes konfirmim me shkrim në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe përdjeni Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike për mbylljen e aksesit të IP-ve dhe domejneve, të cituara në shkresën e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike brenda datës 13 mars 2025. Ndërkohë, në urdhrin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, i cili është përcjell AKEP, listohen të gjitha IP-t dhe serverat që duke nisur nga data 13 mars nuk do të jenë më të aksesueshme për publikun shqiptar. Të njëjtën, qeveria miratoi vendimin për mbylljen e aksesit në platformën e TikTok për një periudhë 12 mujore. Kjo kohë do shërbej për marrjen e masave në bashkërendime dhe më përfaqësuesit e kompanive për vendosjen e filtrave, moshës së aksesit si dhe parandalimin e fëmijëve nga përmbajtjet e padëshiruara. Ky vendim i qeverisë erdhi pas një periudhe të gjatë konsultimesh me përfaqësues të komunitetit të prindërve dhe mësuesve. Prokuroria në Bosnjë ka lëshuar urdhër ndalimi për liderin e serbëve, Milorad Dodik. Ai dhe disa zyrtarë të tjerë akuzohen për sulm ndaj rendit kushtetues, pasi po planifikojnë dhe shkëputjen e etnitetit serb nga shteti i Bosnjë-Hercegovinës. Dodik është në listën e zezë të SBA-ve, sankcionuar dhe i shpallur non grata nga Washingtoni. Me qëllimin për të marrë në pyetje, Prokuroria e Sarajevos i ka lëshuar urdhër policisë së shtetit për të ndaluar presidentin e Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik. Në listën e urdhrit të prokurorisë janë edhe kryeministri i këtij entiteti Radovan Višković dhe kryetari i parlamentit Nenad Stevandić, që të katërt akuzohen për veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues. Njoftimi vjen në kohën kur autoritetet në Republikën Sërbska planifikojnë që entitetin e tyre ta përcaktojnë si shtet të popullit serb, të japin të drejtën për vetëvendosje, të krijojnë ushtrinë e tyre dhe të ngrinë institucionet e tyre të drejtësisë. Këto ligje jo kushtetuese janë miratuar pasi Dodik u dënua në shkallë të parë nga gjykata e Bosnjës me 1 vit burgim dhe 6 vjet ndalim të ushtrimit të postit presidentit për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Më 27 shkurt, parlamentin në Republikën Sërbska miratoi ligjet jo kushtetuese dhe më 5 mars ato u dekretuan nga Dodik. Miratimi i këtyre ligjeve është dënuar nga zyrtar të lartë botror, përfshirë nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe disa ambasada të huaja në Bosnjë-Hercegovinë. Në thelb, cënimi i kushtetutës së Bosnjës është edhe cënimi i marrëveshjes së Daytonit që i dha fund luftës në 1995. Sipas kushtetutës së Bosnjës, Republika Sërbska dhe Federata e Bosnjë-Hercegovinës janë entitete që përbëjnë Bosnjë-Hercegovinën dhe nuk kanë statusin e një shteti. Po ashtu, sovraniteti dhe integriteti territorial, sipas kushtetutës, janë të rezervuara vetëm për shtetin e Bosnjës dhe jo për entitetet. Thellohet lufta tregtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, ky i fundit i kundërpërgjigjet Donald Trump për tarifat për aluminin dhe çelikun, duke vendosur tarifa për shumë mallra amerikane. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen thotë se tarifat europiane do të nisin nga data 1 prill. Në vlerë vjetore, ato do të jenë proporcionale me tarifat e vendosura nga SBA-t. Bashkimi Evropian njoftoi këtë të mërkurë se duke nisur nga 1 prilli, Unioni 27 anëtarësh do të vendosë tarifa ndaj mallrave amerikane me vlerë 26 miliardë euro, si kundërpërgjigje ndaj tarifave që Donald Trump ka vënë ndaj importeve të çelikut dhe aluminit, tarifa këto prej 25% që hyn në fuqi këtë të mërkurë. Lëvizja më e fundit e Brukselit shënoi një përshkallëzim të luftës tregtare globale mes dy superfuqive ekonomike. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i cilësoi tarifat e Shteteve të Bashkuara të pajustifikuara, ndërsa tha se Bashkimi Evropian po akmerret me të njëjtën mas. The United States
Bashkimi Evropian duhet të veprojë për të mbrojtur konsumatorët dhe biznesin. Kundërmasat që marrim sot janë të forta, por proporcionale. Ndërsa Shtetet e Bashkuara po aplikojnë tarifa me vlerë $28 miliard, ne po përgjigjemi me kundërmasa me vlerë €26 miliard. Kjo përputhet me shtrirjen ekonomike të tarifave të Shteteve të Bashkuara. Komisioni Evropian ka përcaktuar se tarifat e reja do të synojnë produktet industriale përfshirë çelikun, aluminin, mjetet e punës, plastikën dhe produktet prej druri. Gjithashtu masa do të prek edhe disa produkte bujqësore amerikane me tarifa 25%, njësoj siç janë vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se Unioni është i hapur për negociata, ndërsa shtoi se një botë me pasiguri të larta gjeopolitike dhe ekonomike nuk është në interesin e askujt. Ministri francez i çështjeve europiane theksoi se Bashkimi Evropian mund të shkojë edhe më tej me reagimin e tyre. Masat janë të përmbajtura, por nëse do të ishte e nevojshme, mund të zgjerohen edhe në fushat e shërbimeve digjitale apo pronësisë intelektuale, tha ai. Nga ana e saj, Mbretëria e Bashkuar ka zgjedhur një qasje më pragmatike. Ministri britanik i thesarit theksoi se qeveria e Londrës nuk do të përgjigjet menjëherë me tarifa hakmarrëse, por do të mbajë të hapura opsionet e saj. Ne duam një qasje pragmatike dhe po negociojmë shpejt me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje ekonomike që mund të heqë tarifa të tjera, deklaroi ai. Vendimi i Trump për vendosjen e tarifave ka shkaktuar shqetësim në industrinë e çelikut në Mbretërinë e Bashkuar. Drejtori i përgjithshëm i shoqatës UK Steel, Gareth Stace, e quajti masën shumë zhgënjyese dhe paralajmëroi për pasoja të rënda për furnizuesit britanik. Presidenti Trump duhet kuptojë që Mbretëria e Bashkuar është një aleate dhe jo një armike. Sektori ynë i çelikut nuk është një kërcënim për Shtetet e Bashkuara, por një partner që ndan të njëjtat vlera dhe qëllime për trajtimin e mbiprodhimit global dhe tregtisë së padrejtë, tha ai. Për shkallëzimin e luftës tregtare midis fuqive ekonomike globale mbetet një sfidë serioze për stabilitetin e tregjeve dhe raportet transatlantike, duke krijuar pasiguri për industrinë dhe bizneset në të dy anët e Atlantikut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës rinisën dërgimin e ndihmave ushtarake për Ukrainën një ditë pasi Kievi dha dakordsi në bisedimet me amerikanët për një armpushim 30 ditor me Rusinë. Pas rezultatit të këtyre bisedimeve, Trump ftoi Zelenski në Shtëpinë e Bardhë dhe tha se do të flasë me Putin, ndërsa topi tani është në anën e Rusisë. Përveç rikthimit të ndarjes së informacioneve të inteligjencës së tyre me Ukrainën, Shtetet e Bashkuara kanë rinisur edhe dërgesat e armatimeve ndaj Kievit. Lajmi u konfirmua këtë të mërkurë nga zëvendës ministri i mbrojtjes polake, i cili deklaroi se ndihmat ushtarake të Washingtonit për Ukrainën po kalojnë tani më nga qendrat e tyre logjistike. Rikthimi i ndihmave ushtarake amerikane për Kievin vjen pas bisedimeve pozitive për paqen që u mbajtën të mërkurën nga delegacioni i Ukrainës dhe ai amerikan në Arabinë Saudite. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan ndihmën e tyre ushtarake ndaj Ukrainës në nisje të këtij muaji, pas përplasjes së ashpër Trump Zelenski në zyrën ovale me presidentin amerikan që akuzoi kreun e shtetit Ukrainës se po kërkonte që kjo luftë të vazhdonte dhe nuk po angazhohej në bisedimet e paqes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë donatori kryesor ushtarak i Ukrainës që prej nisjes së luftës me Rusinë në 24 shkurt të vitit 2022, duke i dhënë Kievit më shumë se $69 miliard armatime. Që prej janarit të vitit 2022, Ukraina ka marrë ndihma totale nga Washingtoni $287 miliard, duke përfshirë këtu ndihma ushtarake, financiare dhe humanitare. Të dytët sa i përket ndihmave ushtarake për Ukrainën janë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, me Gjermaninë që kryeson listën me $13.6 miliard ndihmë për armatime. Por Rusia nuk ka ende një përgjigje lidhur me pushimin 30 ditor të propozuar nga amerikanët në tryezën e Arabisë Saudite. Kremlini tha se pret informohet më parë nga Washingtoni për këto bisedime para se të ketë një qëndrim. Rusia pret që të marrë informacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të japë një përgjigje për mundësinë e një armpushimi 30 ditor në luftën me Ukrainën në Europën lindore. Ky ishte qëndrimi zyrtar i Moskës këtë të mërkurë pas raportimeve të një dite më parë nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili deklaroi se Ukraina ka rënë dakord për një armpushim 30 ditor. Dmitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, deklaroi se Rusia po shqyrton me kujdes deklaratat e bëra një ditë më parë në Xhedah të Arabisë Saudite, ndërsa shtoi se presin informacione të detajuara nga Washingtoni. Media britanike dhe Telegraph, e cila citoi burime të afërta të Putinit në Moskë, raportoi këtë të mërkurë se me shumë gjas Vladimir Putin mund të refuzojë një armpushim 30 ditor bazuar në faktin se Moska po avancon në frontin e betejës. Një tjetër burim rus ka deklaruar për mediat ndërkombëtare se Putin mund ta shohë propozimin amerikan për armpushim si një kurth, pasi ai mendon se lufta nuk mund të ndalet,
pa marrë garancitë e duhura nga Washingtoni sa i përket faktit se territoret e pushtuara do vijojnë të mbeten të Rusisë. Në një prononcim nga Irlanda teksa po merrte avionin për tu rikthyer në SBA, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi këtë të mërkurë se Washingtoni mbetet në pritje të një përgjigje pozitive nga Moska. Rubio shpreh se Ukraina ka të drejtën e saj të kërkojë garanci sigurie që lufta të mos rikthehet më kurrë, ndërsa nuk pranoi të komentonte përballë mediave raportimet se i dërguari i Trumpit për lindjen e mesme do udhtonte drejt Moskës për të biseduar me Putinin dhe udhëheqës të tjerë të lartë rus. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, njëherë është dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.